Gjell me bizele, një recetë e thjeshtë për të përgatitur dhe shumë e shijshme. Për këtë recetë do na duhen rreth 300 gram mish viçi, mishi do t'i hedhim 2-3 lugë vaj ulliri dhe do ta skuqim mirë. Pasi mishi është skuqur, do t'i hedhim 2 kokra qep mesatare. Do ta përziejmë derisa qepa të jetë zbutur. Më pas do të hedhim gjysmë lugë salcë domate. Do ta përziejmë salcën për 2-3 minuta. Më pas do të hedhim një karrotë dhe një patate mesatare. Do të hedhim gjithashtu edhe 2 kokra domate mesatare, të cilat I kemi gririmët. Ta përzijem për 2-3 minuta. Më pas do të hedhim rreth 700 ml deri në 1 litër ujë, varet se sa të lëngshme e doni gjellën. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lejmë të ziejë për rreth 20 minuta. Pas 20 minutave do t'i hedhim bizelet. Do t'i hedhim rreth 450 gram bizelet, të cilat më parë I kam zier për 2-3 minuta në ujë të valuar. Më pas do të hedhim krip dhe rigon. Gjithashtu I kam hedhur dhe pak majtanoz. Më pas do ta lej të ziejë sërish për rreth 15 deri në 20 minuta, derisa mishi të ketë zier plotësisht. Pas 20 minutave është gati për ta konsumuar. Është një gjellë që përgatitet shumë thjesht, del tepër e shijshme. Mund ta përgatisni në të njëjtën mënyrë si me bizele të ngrira, ashtu edhe me bizele të freskëta. Nëse do ta provoni, ju bëf të mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta shpërndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.